Rozmarina, bima që i ka habitur të gjithë, forcon trurin 100%. Antioksiduesit e acidit të rozmarinës në masë të madhe mund të parandalojnë ose ngadalsojnë shfaqjen e sëmundjes së Alzheimerit dhe sipas të ekspertëve italian edhe mund ta shërojnë atë. Deri tek ideja e ulëmtimit shkencëtarët erdhën duke u bazuar në faktin se rozmarina ka një traditë të gjatë shërimi që përmirëson kujtesën, arsyeja pse kjo ka edhe nofkën bima e kujtesës. Disa nga kompozimet e rozmarinës në mënyrë të suksesshme absorbohen përmes lëkurës, prandaj kjo bimë sugjerohet edhe përmes aromaterapisë. Po ashtu mendohet se edhe përdorimi i shampos me bazë rozmarin ndikon pozitivisht në ruajtjen e kujtesës. Nga sëmundja e Alzheimerit vjen deri tek rënja graduale e qelizave nervore në lëvorën e trurit dhe me këtë rast vjen deri te zvogëlimi për 20% i masës së trurit. Rozmarina përmirëson kujtesën dhe ofron mjaft përfitime shëndetësore për shëndetin.